Jam martu 18 vjetë unë. Apo? 18 vjetë. Kur kam shku ushtarin në Bos, nëse është parë, më thonë të kujona dikur 40 mijë s'ka boj. Ushtar kam shku në moshën 22 vjeçare të ri. Unë para se më bashku çukës isha ushtari i Jugoslavisë në atë kohë. Vitin kam qenë gjenerata e fundit, natën ishte më kanë arrestuar në Mitrovic. Se unë 3 herë po ta thirrën, vitet 90-ën, edhe unë nuk shkova. Pa ta ik, që thonë se nuk shkojshin shqiptarët deri nia si më shku ushtar. Edhe mu isha të punu në Mitrovic, edhe mu në zonë në Mitrovic. Në bindë shtëpia, shkoj kështu në stacion atë në Mitrovic, e ku bos thirrën për ushtar i Jugosllavisë. Morën, në bindë shtëpia më përshëndet me familjen, se unë isha martu, se unë martu shumë i ri. Shumë i ri u martu plesh, se thash isha si djala sreti, e martu shumë i ri. Sa vjetë je martu? Jo martu 18 vjetë unë. Apo? 18 vjetë. Kur kam shku ushtarin në Bos, nëse është parë, më thonë të kujona dikur 40 mijë s'ka boj. 4.000. Muj me gabush, po 4, se vajzën Hasën e kam lënë, që kësi punon në ministri, ja kam lënë në 7-8 mujsh, nëse ka bëhat 4 muj, e kam lënë. E sa vjeti ke pas tani ku shku me? Ushtar kam shku në moshën 22 vjeçare të ri. Kam shku, edhe më çu në Varazdin, Kroaci, dhe unë ato dezertova për Jushtisë Jugoslave në 7 orë, 8 orë, ato më gaboj, këtu ka qenë, diku mujnë e dytë kam shku ushtar, kur sa rroj, me 20 shkurt mujnë e dytë. Në atë ditë kam qenë ushtar me dhunë. Edhe shkova, kërciti lufta në Sloveni, isha në luftë Sloveni, me kazerma në atë kohë të Kalnički Partizan për Varazdini në qunë, si divizion joni, në këtyn edhe unë mos kam ik për lufte. Kam dërzetu, kam ik për Ushtisë Jugoslave. Gjithmonë tjerë se mos kesh